marrëdhënia ime me Lirdunin ka qenë shumë e mirë, e lumtur, nuk ka pas asnjëherë ndonjë ndarje, pse asnjëherë në jetën time larg qoftë me ushtru dhunë apo diçka tjetër, unë nuk e kam pa Granit Clubin asnjëherë, as në restorant, as jashtë restoranit, as makinën, asnjëherë. Kur vrasën e gruas time nuk e kam mendu. Nuk ka asnjë marrëveshje, as paraprak, asnjëherë nuk ka marrëveshje për me vra Lirdunin. Ambetësh pranë deklaratat që ai kanë parë. Po qëndroj brapa deklaratës në prokurori. Meqense Vetëm pa avokat, qëndroj vetëm në deklaratë. meqense për një vepër mjafton kanale për një pasë tonë. Edhe gjykues nuk ka qenë prezant kur te i ka dhënë deklaratën prokurori. Edhe pyetja është a mundesh me shpjegue çështjen e raporteve tua me të tjerën. Unë me Lirdunin jam krijuar në vitin 2010, në 21 prill, dhe jemi martuar me 11 dhjetor 2011, që i bjen kom pas 12 vite martesë me Lirdunin. Dhe si rezultati i asaj martese kemi 2 fëmijë dhe marrëdhëniet tona, marrëdhënia ime me Lirdunin ka qenë shumë e mirë, e lumtur. Lirduna ka një grua me përrushe, një nonë shumë të përkushtuar dhe një bashkëshorte e devotshme. Na kemi jetuar në Suedi, ku Lirduna pas 3 vitesh qëndrim është bërë edhe në shtetas suedeze, si pasojë e martesës tonë. 5 vitet e para me Lirdunin, Lirduna dëshira e saj e madhe ishte që bëhet në. Dhe kishte probleme me vjetë shtatzon dhe 5 vitet e para jam përmorë shumë me të në për spitale. Më në fund në 2017 ju realizu undra, u bëna, unë e bëna bab, dhe me njëherë pas fëmijës së parë, pas një vit e gjysmë, dashte Zoti edhe fëmija dytë dhe kemi jetuar së bashku këtë kohën. Nuk ka pas asnjëherë ndonjë ndarje apo diçka tjetër. Çdo gjë ka qenë në rregull mes neve. Siç e ka thonë edhe dëshmitari Kanon Kokolla dhe vetë Leonardi, kur e pyeta se a është tanku ndonjëherë Lirduna për 13 vite te ju, Leonardi tregoi që jo, nuk është tankuar. Kjo është e vërteta, sepse nuk ka pas pse tankuar, se asnjëherë në jetën time larg qoftë me ushtru dhunë apo diçka tjetër, ato gjëra nuk kanë ekzistuar në marrëdhënien tonë. Asnjëherë nuk e kam pa Granit Clubin. As mbrapa me makinë, as fizikisht. Do të thotë, ne kemi shku për darkë, si gjithmonë, edhe një javë më herë kemi qenë po të njëjtën në restorant, unë e Lirduna, prindërit e saj, edhe fëmijët, vetëm një javë më herë kemi qenë aty së bashku të gjithë. Por atë natë me 29 nëntor, unë kur kom shku në Kuqa, do të thotë, unë nuk e kam pa Granit Clubin asnjëherë, as në restorant, as jashtë restoranit, as makinën, as video që ishte ajo s'ka asgjë lidhje me ndonjë shenja për diçka, është komplet absurd. Asnjëherë. Kur vrasën e gruas time nuk e kam. Familja Ademaj më njeh shumë mirë, sepse edhe teza ime është e martuar aty. Dhe e din shumë mirë se unë nuk kam qenë asnjëherë në jetë problematik, kriminal, drogerash, unë as cigare nuk pija, as alkohol. Do të thotë në njohin Nuk kam qenë problematik, kriminal, drogerash.
Nëse nuk është e vërtet, le të thotë Leonardo kundër. Nuk ka asnjë marrëveshje, as paraprak, as njëherë nuk ka marrëveshje për me vrarë Gjerdo. Është vlerë në mënyrë krejt spontane, me të vetmin qëllim për shitje nga ona e Granit Plovës, sepse unë e desha që ai ka kushtet matrona ekonomike dhe kur ai shitësi i ormes na ofroi për shitje, Graniti ishte interesu edhe më thotë që këto thotë unë shes të nesër me 2 fish. Dhe për atë qëllim është bia e orme. Pas kësoj që ka ndodhë, pas kësoj situatë, sigurisht që këta besojnë që ka ndodhë, kjo që ka ndodhë. Edhe unë besoj që këta janë të interesuar për epilogun deri në fund. Por para ngjarjes, marrëdhëniet kanë qenë shumë të mira. Shumë të mira, si me Leonardin, si me Ketan, me motrat e tij, me Kate.